Sot unë në hollin e paraturës më pëlqen shumë kur ka ekspozita dhe ku ka ekspozita profesionale të llojeve të ndryshme. Sot është një ekspozitë shumë interesante që ka të bëjë me antikuare, edhe ja ta marrim dhe këtu në Shqipëri. Janë disa prej tyre që kanë ardhur janë normal të fotografuar, shohë të bëra bukur, eksponatët janë bërë shumë bukur. Dhe është një vlerë modë është bërë nga Muzeu Historik Kombëtar. I marrim disa të cilat janë. Vjen mirë që fillojmë me Mirditën, ta fillojmë këtu. Tu jemi me Pamë, Mirdit. Edhe është viti 1875-1925. Pra është ndryshë që ne i themi gjupi i granisë Mirditës. Është shumë interesant, jo? Këtu ka dhe për masat vendodhi Muzeu Britanik. Pra Muzeu Britanik është një i tillë. Edhe marrë nga kjo është British Museum në atje në Angli. Tu një djetë Mirdite. Pra futet tek pjesë antikuare, sa rëndësishme është ky fakt. Mirdit fillimi i shekullit 20 me drum për masa, djepja është i blendur, i përbërë nga 6 pjesë, 2 anët, 2 skajnë, baza, doreza, pjesë anësore dhe skajnë janë zbuluar me element geometrik, rraf dhe katror. Vendodhja Muzeu Britanik është ky. Ja të gjithë janë të element që unë përmena tu që janë shkruar në një ekstrakt. Vim tu të shpada e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ja ku kemi këtu. Për masat pesha 1300 gram, doreza është për i drurje më shtjellë me lëkur, kjo këtu. Vendodhja thot në Muzeun e Vjenës, po dihet Muzeun e Vjenës. Është përvjenarja këtu, viti 1460, pesha 3000 gram, pra 3 kg, metal i barë me një kokë, dhjetar me dy brinj, në mesin e përvjenarjes vendosur një rreth prej bakri, me gjatësi për 65 cm kur lexohet këto shkronja. Vendodhja është në Muzeun e Vjenës, pra është ky antikuar nga më të rëndësishmit shqiptar. Dhe vim tek përgrenarja, i lire. Domethënë, bronz vendodhja në Muzeu Mbretëror, Ontario në Toronto në Kanada. Tani një nga përgrenarjet më të famshme është përgrenarja për Ladit, kemi lidhje dhe një nga ato është edhe atje ke Muzeu Kombëtar edhe këtu në Tiranë. Tu tani jemi Jelek Burri, Lezhë dhe Ndafsh, vendodhe Muzeu Britanik. Pra një antikuar shqiptar Muzeu Britanik, me Jeleku i Burri. Komplet veshje popullore, Shqipëri, në Ndafsh vendodhja është në New York, shumë e bukur, një veshje shqiptare. Tu kemi një kësull, fundi i shekullit në Shqipëri, fundi i shekullit të 19, pa bukë metal të Ndafsh, vendodhja në Muzeun e Artit në New York, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tu jemi me një brez interesant ky, Shqipëri, Lezhë dhe Argjend, vendodhe Muzeu i Artit Kryeqyteti Metropolitan, Muzeun në New York, edhe kjo. Sa rëndësishme, pra një muze ndërkombëtar. Komplet veshje shpërdasur. Jemi këtu, ja, i kemi këto. Në Ndafsh pambuk fije metalike, vendodhja sërish është në New York, pra një antikuar tjetër që pasuron në Muzeut e Botës. Dhe këtu jemi me kamp me kloth, domethënë shpatat e vogla, jemi parasysh. Në Shqipëri, shekulli i 18, qelik dhe arë, bronz dhe bakër, për masat, gjatësia me kloth e tjerë, vendodhja është po New York. Interesant, nuk e dija që antikuaret tilla janë kaq shumë në New York, në Muzeun e New York. Thesari i Vrapit. Sa interesant është ky? Thesar, janë vitet 600-700 pas Krishtit. Në Vrap në Tiranë, Arë dhe Argjend. Sipas akreditore duke filluar nga Majta, një kovë, 3 kupa, një gjym, 3 tasa, vendodhja është në Muzeun e Arteve prap në New York, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe vim këtu te sarkofagu i Meleagit, në Durrës, me mermer. Sipas arkeologët Banxher Toshi, tash të bëj një shpjegim si që ka thënë këtu, ky sarkofag u gjet në vitin 1908 gjatë hapjes së një rrugë në Durrës. Legjenda e Meleagit ka lidhur në Durrës dhe ky është një fakt që ka dritë një qytetërim të hershëm të Kryeqytetit. Në njërin anë të kapakut është paraqitur skena e vrasjes së derrit Kolidon nga djaloshi i Meleagit, subjekt nga mitologjia. Vendodhja është në Stamboll, në Muzeun e Stambollit, pra një artefakt shumë i rëndësishëm. Koka e Aresit. Jemi në shekullin e parë dhe dytë pas Krishtit. Manastiri i Ardenisës, ky është në Ardenis, mermer. Edhe jep lartësinë, jep vendodhjen në Muzeun e Vjenës, edhe te kemi në Muzeun e Vjenës. Ndërkohë tu vim tek monedat ilire. Ja ku janë këto monedat ilire, prerë në Apolloni, viti
i 400-350 para Krishtit në argjend. Pesha 11.07 gram, simboli lova duke ushqyer viçin, ja po kemi këtu, shumë i bukur. Vendodhja është në muzeun e Vjenës, shumë interesant. Dhe këtu kemi moneda të lirë, pra këtu prerë në Durrës, në Durrës në antik 450-450 para Krishtit, në argjend, pesha 10.28, simbolit në faqe duket lova duke ushqyer viçin, ndërsa në shtëpi, një katror i ndarë në 2-4 këndsha, zbukuruar në ornamente të trajt, kokrizash e bishtash. Vendodhja është në Universitetin Komen. Disa bukur, artefakti shqiptar fantastike. Edhe këtu, koka një gruaje të mbuluar, kjo këtu. Okej? Jemi shekullin e parë para Krishtit, gjetën në Apollonin mermer. Lartësia të 43 cm, vendodhja në Muzeu i Louvrit. Louvrit, normal, kemi disa gjëra në Louvre, fantastike. Vije këtu te stelë e Parmeniskos, është kjo këtu. Stela, manastiri i Pojanit Apollonia, dhe kjo është. Jemi në shekullin e 2 para Krishtit, gruri gërçeror, për masat je këtu, vendodhja është në Muzeun e Vjenës, edhe kjo. Ndërkohë vim këtu gruaja që sjell verën. Kemi parasysh se kemi parë disa herë, se mos është në pjesën e Shkodrës. Po. Kemi në Shkodër në shekullin e 7 para Krishtit, në bronz. Statueta paraqet veshje, e cila ka shumë ngjashmëri me kostumet që përdoren edhe sot brapa kësaj zone. Vendodhja në Muzeun e Louvrit. Edhe këtu kemi Louvrin. Dhe vim këtu tek një vajzë, që është e shekullit të 5 para Krishtit. Në bronz, lartësia kaq, vendodhja Muzeu i Louvrit, edhe kjo në Louvre, shumë interesant sa kemi në Louvre, kemi pasuri të jashtëzakonshme në antikuare shqiptare. Dhe vim tek Jataganat, shqiptarët, por Jataganat janë shur gjithmonë, Jatagan i në shekullin 19, Shqipëri hekur dhe Kos, këtu është kjo pjesa, për masat këtu vendodhja Muzeu Britanik në Londër. Ndërkohë jemi ke pushka e gjatë, Karajfilja e Ali Pash Tepelenës. Karajfilja kemi përdorur në mirë ditë. Në diku po jo, është shqisia së stolizët, është e jashtëzakonshme. Në Janin, hekur dhe argjend, pusha ka shkruar në greqisht Ali Pasha 1804. Vendodhja është Muzeu Ali Pash Tepelenës në ishullin e liçenit të Janinës. Një nga artefaktet më të rëndësishme vitit 1804. Dhe vitet e Kobure Ali Pashës. Kobure, paska Ali Pasha, unë kam menduar se do të ketë dikon. Shekulli 19, hekur dhe argjend, punuar në filigram. Ja. Këto e gjithë, punon në filigram të pjesë i shifit shumë. Okej? Koburja ka shkruar në osmanisht, Ali Pash Tepelena Tepe Denli e pasa. Koleksion privat turk kjo. Edhe ndodhet në Turqi normal, libri antikuarve, në rrugën Filane jep në Istanbul. Këto i keni në Istanbul. Po sa mirë që i kanë marrë muzeu, të ndarë pakën kanë marrë këto lokacionin se ku janë. Topuzi skepter i Ali Pashës, ja, shqipë. Me topuzi, kemi parasysh, shekullin 19, metal dhe drum. Topuzi në formën e skeptrit e mbante gjatë ceremonive zyrtare dhe audiencave, kur priste diplomat dhe udhëtar të huaj. Vendodhja është në Muzeun Historik Kombëtar në Athinë, sërish Greqia. Greqia na i ka marrë gjanë tani parë për shqiptarë, gjanë shumë kur, në kohë kur flasin për të topuzër, më unë kujton topuzin topën kështu që i pas edhe në zonën tonë. Pra, është një ekspozit shumë i bukur, shumë domethënëse. Pra, gjithë kjo pasuri që është këtu në hollin e Pallatit të Kulturës, dhe falenderoj Muzeun Historik Kombëtar, falenderoj dhe Julian Gashi që është drejtori i trashëgimisë kulturore, që sjell formate të larta, domethënë që janë elitare, janë shumë rëndësishme kjo gjë, por sjell edhe mirëditë. Dhe ka nevojë mirëdita dhe kultura mirëditës si dhe fusha të tjera ka nevojë për pas gjëra sa më elitare në të avangardat vijnë nga kultura, pastaj vijnë gjëra të tjera. Kështu që është shumë. Dhe kënaqësia më e madhe një këtu në rast ishte sepse të pash që nisi me artefakte nga mirëdita, me xhupin e granisë mirëditës kryevlerë kombëtare dhe me djetin në cilin janë përpunë breza pas brezash këtu mirëditë. E shkoj, unë isha pasi bëna gjithë për shkrim, po nisëm me medalë dhe shoh dy në zonë shkollës që më erdhën. Njëri nga Koseku që s'ka qenë medalë, po më ka thonë një vorë. Një vorë me ka thonë sa këtu me gjithë pasaportën e objektit që është muzeu im, duket është një projekt për 3 sidomos, dhe është një vorë që mund të ketë mishton e sa vite ruhet në një shtëpi, e po me gjitha me dorë, me dhe. Nuk e di nëse është dheu i përdorur nga zona e Prosekut dhe Përladit, sepse unë di që janë pre, atje të pakën tulla dhe tjekuro janë pre në zonën e Përladit, dhe ajo boka atje, por shumë e bukur. Edhe këtu ka përshkruar të gjitha gjërat, të dhënë personale, informacion mbi objektin, përshkrim mbi objektin historik dhe historia personale.
Është shumë e veçantë kjo që ka ardhur edhe pse është në një shtëpi. Pra çdo shtëpi ka mundësi me u gjërat e tjera. Ndërkohë që këtu kam Aida vatare, Aida, është një Aida Kaçore. Është vatare shumë e mirë, por të gjitha nuk e di se ke qenë edhe koleksionizmi, ke qenë koleksionist? Po. Çka ke sjellë këtu? Është një xhamadan i musës mërditor që ka veshur pushime kur është martuar para 50 vitesh. Para 50 vite. Po, kjo copa është akoma më e vjetër. Copa ka qenë më parë. Po. Çfarë copa është? Ndafshë çfarë copa? Si ka duke velvet. Po, lloj ka duke. Ta hapi pak ta shohim. Pak e ti do të thush mua. Do të thush edhe këto pushime, ja shih. Ja kjo është. Shikoj, do të ndërtet që të kohë nga që më thonë të përgjithë tani. Mbi kanë shumë interesant. A ke qenë gjeti? Po, në vesh të ballet, ma ka dhënë. Jo, ke marrë ballet? Pra të ballet të vjen gjeti të parë me te. Po. Sa bukur, shik, pra ka rrugë gjyshja, tash 50 vite copa është me disa herë, sa vite më parë, është një mrekulli, bravo copë. Tani më thuj pak pasaportë, çka ke shkruar ti ke pasaportë? Kam dhënë të gjitha dhënat e Po, mia. ti në ndaj do pak Po, shkruaj. kam shkruar pak gjatësim 33 cm, gjerësi 120, materiali kadifa ose velvet. Data dhe kuaqe objekti është marrë në zotërim vitin 1975, kam shkruar për vitin kur e kam marrë qyshja. Dhe si duket objekti është me ngjyrë të kuqe të errët, ka një teksturë të butë dhe me shkëlqim dhe është material velvet dhe ka disa të qëndisura me fije të holla. A është e pra sa bukur. Bravo, po, shumë bukur. Edhe kjo është që tri të krijohet natyra, epja prej koleksionistë, është shumë e rëndësishme, Aida, bravo. A që më rrugë, pra mi kanë sjellë dy në zonë të shkollës që janë një nga Prosecco edhe Aida që është mund ka qopër këtu afër Rëshenit. Shumë faleminderit Aida, edhe ju sugjeroj dhe ju inspiroj ju trive që gjërat e vjetra të gjyshëve të baballarëve të tjerë, tirurin nuk ka gjë më të bukur, është si puna verës, sa më vjetë, ju e udra e, dhe nga kjo që unë solla dhe shtjelova për antikuaret që janë nga më të vjetë që ne kemi gjitha ne i botës. Atëherë këto nuk du t'i humbim, në ato pënaqe që kemi të kulla, le t'i ruajmë, ato edhe në qytet kur bie, ti marrësh me vete, ti rush, ti koleksionosh edhe të bësh pasaportë. Shumë rëndësishme. Shumë faleminderit Aida, edhe faleminderit gjithë ju që ndjeni.